Të nderuar besimtar, Allahu Gjelle Gjelaluhu në shumë vende në Kur'anin famlar tregon ku thot që Allahu pas natës sjell ditën dhe pas ditës sjell natën dhe kështu rrotullohet jeta e njeriut. Jeta jon është e përbërë nga disa ditë dhe ne çdo ditë të jetës tonë konsumojmë një pjesës nga pjesëzat e jetës tonë. Ne jemi të përkohshëm dhe Allahu betohet për kohën, për shfrytëzimin e duhur që njeriu duhet ta shfrytëzojë me përkushtim ndaj Zotit të botëve, kohën e lirë që është një begati që Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë njeriu dhe kështu në shumë vende Zoti i kujton njeriu që çdo moment ti po i afrohesh çastit të fundit që të largohesh nga kjo botë e përkohshme, nga kjo botë kalimtare. Prandaj çdo gjë që ka fillimin ka dhe përfundimin e saj. Kaluam një muaj të begat, ai filloi dhe mbaroi, ishte një shkollë shpirtërore për gjithë secilin prej nesh, dhe ato mësime hyjnore, ato fllate hyjnore që u derdhën në brendësinë tonë, në shpirtin tonë, pikërisht tashmë do të derdhën në praktik, sepse Zoti i gjithësisë është i përhershëm, ai nuk ndron jetë, ai është i gjalli, mbajtësi i gjithçkaje dhe adhurimi ndaj madhështisë Zotit nuk shkëputet asnjëherë, as në një moment. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, i thot Allahu profetit tonë dhe gjithë muslimanëve, dhe adhuroje Zotin tënd deri në çastin që ti të përballesh me të vërtetën që është vdekja. Pra adhuroje Zotin tënd deri në momentin që ti të përballesh me vdekjen e befasishme që i vjen njeriu. Sahabët e nderuar, Allahu qoftë i kënaqur me ta, gjithë jetën e kalonin, gjithë vitin e kalonin, 6 muaj, pasi përfundonte Ramazani, i luteshin Zotit që t'ia pranonte mirësitë, punët e mira, agjërimin që kishin bërë në Ramazan, dhe 6 muaj të tjerë i luteshin Zotit që ta arrinin përsëri këtë muaj të begat, plot mirësi, plot falje, plot mëshirë nga Zoti i botëve, nga Allahu Azza wa Jall, dhe në këtë formë kalonin jetën e tyre. Gjëja më e rëndësishme në jetën tonë është qëndrueshmëria në fenë e Zotit gjithësisë. Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, thot profeti i nderuar alayhis salam. Punët më të dashura tek Zoti i botëve, tek Allahu Azza wa Jall, janë ato punë që bëhen në mënyrë sistematike, qofshin edhe pak, por bëhen në mënyrë të vazhdueshme, thot profeti alayhis salam. Ato janë punët më të dashura tek Zoti i gjithësisë, tregon profeti ynë i nderuar. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dhe ata që japin atë që japin nga veprat e mira, thot Zoti i gjithësisë, ndërkohë që zemrat e tyre janë të shqetësuara, janë të friksuara se mos nuk u pranohen, sepse ata një ditë do të kthehen tek Zoti i tyre, tek Allahu Azza wa Jall. Për këtë ajet, nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, e pyet profetin alayhis salam: O dërguari i Zotit, ky ajet bën fjalë për ata njerëz që pinë alkool edhe vjedhin? Profeti alayhis salam i thotë: Jo, o vajza e Sidikut, e sinqertit, o vajza e Ebubekrit. Thot, por Allahu për këtë ajet bën fjalë për ata njerëz që agjërojnë, që falin namaz dhe që japin sadaka dhe friksohen dhe nuk e dinë që Zoti do t'ia pranojë apo jo punët e mira që ata kanë bërë në jetën e kësaj bote. Dhe kjo është ishte gjendja e profetit bashkë me shokët e tij nderuar, që çdo punë të mirë që bënin mundoheshin e luftonin veten e tyre që të ishin sinqertë dhe kishin frikën që ai ishin besimtar dhe aja kishte pranuar Zoti i gjithësisë çdo punë të mirë. Kjo ishte gjendja shpirtërore e sahabëve të nderuar, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe pas kësaj fjale profeti lexon: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Këta ishin njerëz që ishin në këtë gjendje, që ishin friksuar edhe pse agjëronin, edhe pse falin namaz, edhe pse jepnin sadaka, ishin të friksuar që a do t'ia pranonte Zoti apo jo. Dhe këta gjithmonë nxitonin për të bërë vepra të mira, dhe në raport me veprat e mira, këtyre nuk ja kalonte asnjëri, ishin gjithmonë të parët, thot Zoti i gjithësisë nderuar besimtar. Një ditë një shok i profetit tonë nderuar, profetit alayhis salam, shkoi tek i dërguari i Allahut dhe i tha: O i dërguari i Zotit,
më thuaj një fjalë, më jep një këshill që pas kësaj unë mos të pyes askën tjetër veç teje. Më thuaj një fjalë që ta zbatoj në jetën time dhe unë pas kësaj nuk do të pyes askën. Profeti i thot: "Kul amantu billahi thumma istaqim." Dhe profeti i tha: "Thuaj, besoj Zotin e Madhërisëm, Allahun e Madhëruar dhe i qëndrueshëm në këtë fjalë që ti ke besuar Zotin e Madh, Allahun, Zotin e botëve, ai që sheh çdo gjë, që di çdo gjë, ai që është plot urtësi, ai që është i plot fuqishëm për të bërë çdo gjë, ai që ka në dorë jetën tonë, ai që ka në dorë gjithçka që ka njeriu, gjithçka që ndodh në të çdo gjë që sheh syri i njeriu, të gjitha gjërat i ka krijuar Zoti i gjithësisë, dhe ai është El Hayyu El Qayyum, i gjallë, i përjetshëm, mbajtësi i gjithçkaje në ekzistencë, është Zoti i botëve. Dhe thuaj, unë besoj këtë Zot dhe je i qëndrueshëm në këtë fjalë të madhe që ke thënë kur ti ke besuar madhështinë dhe adhuron Zotin e botëve, atëherë je i qëndrueshëm, tregohu serioz në këtë fjalë dhe je me vetdijet plot përballë madhështisë dhe adhurimit të Zotit të botëve, po i thot profeti alayhis salam. Prandaj qëndrueshmëria duhet të jetë në çdo situatë të jetës së njeriu, në të mirë dhe në të keq, në çdo kohë. Padyshim që qëndrueshmëria është një nga mirësitë më të mëdha dhe nga gjërat njëkohësisht më të vështira për të arritur në jetën tonë. Ne si musliman të paktën 17 herë në ditë në namazet që i kemi farz obligim, 17 herë në surën Fatiha i lutemi Zotit në çdo rekat namazit: ihdinas siratal mustaqim. O Zot, na udhëzo në rrugën e qëndrueshme, në rrugën e drejtë. Në çdo rekat namazit, në çdo namaz që ne falim farz, por edhe nafile, por të paktën 17 rekate që janë namazet farze çdo ditë, 17 herë të paktën i themi Zotit: o Zot, na mbaj qëndrueshëm në fen tënë, në këtë rrugë kaq të bukur, kaq përgjithësi, o Zot, që është rruga e profetëve, që është rruga e të sinqertëve, që është rruga e dëshmorëve, që është rruga e njerëzve të mirë, e punëve të mirë, dhe sa rrugë e bukur dhe sa shoqëri e mirë është të ecësh në këtë rrugë, thot Zoti i gjithësisë, por njëkohësisht është edhe përgjithësi, prandaj njeriu duhet të jetojë me këtë vetdije të plotë që Zoti e sheh në çdo moment, dhe pasi ka besuar Zotin e gjithësisë, adhurimin ta vazhdojë deri në çastin e fundit kur të largohemi nga kjo jetë e përkohshme të nderuar besimtar. Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, me Allahu qoftë i kënaqur me ata, thot: ajeti më i vështirë që i ka zbritur profeti dhe ka pas më të rënd profeti është pikërisht ky ajet. Fastaqim kama umirti, thot Zoti i gjithësisë profetit alayhis salam, dhe je i qëndrueshëm. Dhe je i qëndrueshëm në fen e Zotit tënd ashtu siç je urdhëruar, i thot Zoti i gjithësisë profetit alayhis salam, por edhe mbar besimtarëve. Ky është ajeti më i vështirë për profetin alayhis salam. Bilës profeti thot në një transmetim që ky ajet mi thini flokët e mia. Pra përgjithësia e këtij ajetit, meditimi që profeti bënte në brendin e tij që vallë a jam i qëndrueshëm apo jetoj fen ashtu siç do Zoti i gjithësisë, më bëri që flokët e mia të thinjen, tha profeti alayhis salam: fastaqim kama umir. Pa je i qëndrueshëm pikërisht ashtu siç je urdhëruar, sepse punët janë sipas mënyrës si ne i përfundojmë në momentin që ne të largohemi nga kjo botë e përkohshme. Qëndrueshmëria më e madhe dhe më e natyrshme dhe më e detyrueshme që do të arrijë njeriu është qëndrueshmëria e zemrës së njeriu në tauhidin e Allahut azza wa jall, në njohshmërinë dhe në adhurimin e Zotit të botëve, Allahut azza wa jall. Që zemra e tij të rrah fort, ta njohë madhështinë e Allahut azza wa jall, ta njohë Allahun azza wa jall ashtu siç i takon madhështisë së Zotit, që ne ta njohim atë Allahun azza wa jall. Të kemi frikë, respekt për Zotin e botëve ashtu siç i takon madhështisë së tij. Të kemi mehabbetullah dhe të kemi dashuri për Zotin e botëve, për Allahun azza wa jall, dhe të mbështetemi atij në çdo situatë, të jemi të qëndrueshëm me tërë qenjen tonë, dhe kjo është qëndrueshmëria më e bukur, që zemra e njeriu të jetë lidhur fort më së pari me madhështinë e Allahut azza wa jall dhe mos ta ndaj angazhimin dhe vetdijen ndaj adhurimit të Zotit të botëve në çdo moment të jetës të njeriu. Padyshim duhet të heqë dorë nga madhështia dhe nga adhurimi i Zotit të botëve, ai që është i gjallë, i përjetshëm. Prandaj lidhu pas atij, fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut.
dhe mbështetu, ktheu, streho tek ai gjalli që nuk vdes, sepse çdo gjë tjetër që është e gjallë ka një fillim, do të ketë edhe një përfundim që do të vdes, do të largohet nga ekzistenca një ditë. Dhe ai që qëndron është vetëm Zoti i botëve, prandaj kthehu tek madhështia e Zotit të gjithësisë, tek Allahu Azza wa Jall, që është i gjalli i përjetshëm, mbajtësi i gjithçkaje në ekzistencë. Profeti alayhis salam thot në një hadith, në një fjalë të tij: La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Nuk ka për qënë i qëndrueshëm besimi i njeriut përderisa të jetë i qëndrueshëm, jetë e qëndrueshme zemra e njeriut, thot profeti alayhis salam. Pra zemra është organi që e kontrollon tërë qenien e njeriut. Nëse ti zemrën e burmos dhe ushqen me ndjenjen që të kesh sa më shumë pasuri jetore, sa më shumë gjatë, që ta ushqesh me ndjenjen që vetëm të kesh pasuri në këtë botë, të mendosh vetëm për angazhimin dhe përfitimet, për kënaqësitë kalimtare të kësaj bote, atëherë zemra jote për këtë gjë do të rrah. Për kënaqësitë, për mënyrën se si ti e ushqen ajo për atë gjë, do të mendoj, për atë gjë do të rrah fort, për ato gjëra do të filloj të perceptoj dhe të imagjinoj në brendimin e saj. Ndërsa nëse ti zemrën tënde ushqen me dashurinë për Zotin, me ato që është i gjalli i përjetshëm, që ka çdo gjë në dorë, që ka rrezikun tënd, çdo gjë në dorë, ai që është mbajtësi i gjithçkaje, ai që është furnizuesi i vërtet, atëherë zemra e njeriu nuk mund të ketë vend për dashurinë e asaj që është e përkohshme, kur ti e ke mbushur me dashurinë për atë që është i përhershëm dhe që është i gjallë dhe mbajtësi i gjithçkaje, që është Zoti i botëve, Allahu Azza wa Jall. Dhe zemra e njeriu nuk mund të jetë e qëndrueshme përderisa gjuha e njeriu nuk është e qëndrueshme, thot profeti alayhis salam. Pra besimi i qëndrueshëm dhe i shëndosh pasqyrohet me vepra dhe në gjendjen shpirtërore të njeriu, në pamjen e tij të jashtme, në mënyrën se si ai sillet, dhe kjo gjë pasqyrohet tek gjuha e tij, thot profeti alayhis salam. Pa shenja që njeriu është në rrugë të qëndrueshme, në rrugën e drejtë, është që ai e kontrollon gjuhën e tij, kontrollon fjalët e tij, mënyrën se si flet, çfarë thot, çfarë flet, çfarë bën, çfarë vepron, ai mendohet 10 herë dhe flet 1 herë. Dhe asnjëherë nuk kam penduar, thot Omeri radhiyallahu anhu, për heshtjen time, kur nuk kam folur, por për të folurën time jam penduar shumë herë, thot Omeri radhiyallahu anhu. Ai njeriu që konsideron gjuhën prej veprave ka shpëtuar, thon dietarët, dhe ai njeriu që kontrollon gjuhën e tij, ai njeriu është në boshtin e duhur, në rrugën e duhur të qëndrueshmërisë, që është rruga e njerëzve të mirë dhe rruga e profetëve dhe e njerëzve më dashur tek Zoti i gjithësisë, tek Allahu Azza wa Jall, nderuar besimtar. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Në të vërtetë ata që thanë Zoti ynë është Allahu Azza wa Jall, Zoti i botëve, Zoti i gjithçkaje, Zoti i njerëzve dhe i gjindëve, ai që ka krijuar çdo gjë, i gjalli i përjetshëm dhe mbajtësi i gjithçkaje, mbreti i vërtet, poseduesi i vërtet i çdo gjëje, atëherë do të tregon të qëndrueshëm në këtë fjalë: tatanazzalu alejhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dhe ta njerëz ku janë të qëndrueshëm në këtë fjalë kaq madhështore dhe besojnë Zotin e tyre dhe janë të qëndrueshëm ndaj adhurimit të Zotit të tyre, atëherë Zoti zbret me lajqet e tij, ëngjëjt e tij dhe i thon pikërisht tyre besimtarëve: alla takhafu wa la tahzanu. Dhe mos u friksoni dhe mos u pikëlloni, sepse nuk ka frikë për njeriu kur ai ka njohur madhështinë e Zotit dhe adhuron Zotin e gjithësisë, dhe nuk ka pikëllim për çdo situatë në jetën tonë kur ne kemi njohur madhështinë e Zotit të gjithësisë. Nuk ke që të kesh qetësim, pikëllim kur ti ke njohur madhështinë e Zotit të botëve, kur në çdo situatë ai nëse dëshiron i thot bëhu dhe ajo bëhet më njëherë. Pra kur ke njohur madhështinë e Zotit, nuk ka vend për frikë dhe për pikëllim, dhe përgëzohuni me xhenetin që ju është premtuar, thot Zoti i gjithësisë, të nderuar besimtar. Pra do të ketë përgëzim për njeriu që e beson Zotin dhe është i qëndrueshëm, do të ketë përgëzim kur ai të përballet në momentin e parë me vdekjen e tij. Kur ti vi vdekja dhe është një situatë e pashmangshme nga çdo qenie njerëzore, sa mbretër kanë kaluar dhe kanë ndruar jetë, sa tiranë të mëdhenj, sa njerëz të pasur me pasuri, me ushtri,
Njerëz me shumë pushtet janë larguar, por kur vjen ëngjëlli i vdekjes, kur jep urdhrin Zoti i gjithësisë dhe i thotë merrja shpirtin filanit, nuk ka kthim në pas. Dhe ata njerëz që kanë besuar pikërisht për gëzimin e parë do ta kenë në çastin kur del shpirti nga trupi i njeriu, në çastin ku përballen me ëngjëllin e vdekjes. Dhe është situatë shumë e vështirë, thot profeti, momentin që ndodh çasti i largimit të njeriu nga kjo botë, çasti i largimit të shpirtit nga çdo njeri, është situatë shumë e vështirë dhe shumë e sikletshme, thot profeti ynë i nderuar, dhe ai është lutur dhe ka thënë: o Zot, lehtësoja ummetit tim momentin në vdekje dhe ma vështirëso mua, është lutur profeti alayhis salam. Dhe përgëzimi i dytë do të jetë në jetën e varrit, ku njeriu do të jetë vetëm në errësirën e varrit me veprat e tij, ka nevojë për ngushëllim, për ndihmë, për mbështetje. Të gjithë njerëzit, familja e tij dhe pasuria e tij sado e madhe e lën atje, e varrosin dhe largohen, dhe njeriu është vetëm me varrin dhe veprat e tij. Dhe përgëzimi i dytë e atyre që kanë besuar dhe kanë qenë të qëndrueshëm është pikërisht në varr. Dhe përgëzimi i tretë është ditën kur njerëzit do të tubohen para Zotit gjithësisë dhe çdo kush do të ketë shqetësimin e tij. Dhe asnjë shqetësim tjetër. Zoti e përshkruan kur thotë nëna do ta lejë fëmijën e saj. Sepse është lidhja më brillante, lidhja që tregon mëshirën më të madhe mes njerëzve, është lidhja mes nënës dhe fëmijës. Nuk ka lidhje tjetër më të sinqertë dhe më madhështore mes njerëzve se lidhja e nënës dhe fëmijës. Por Zoti kur e përshkruan ditën e gjykimit thotë nëna e braktis fëmijën e saj. Bashkëshortja e braktis bashkëshortin e saj. Bashkëshorti e braktis bashkëshorten e tij. Njeriu e le prindin e tij, prindi e le fëmijën, vllai e le vllain atë ditë do të thojë nifsi. Vetja ime, mirë për mua, mirë për mua. Dhe ata që kanë besuar me sinqeritet, ditë të tillë kaq të sikletshme, kaq të vështirë, do të vi përgëzimi i tretë dhe i fundit për ata që kanë besuar dhe kanë qenë të qëndrueshëm në adhurimin ndaj Zotit, që është i gjallë i përjetshëm dhe mbajtës e gjithçka, dhe Zoti do t'i përgëzojë, do t'i ngushëllojë pra la takhafu wa la tahzanu. Këta dy fjalë për njeriu që beson do ta shoqërojnë në çdo çast të jetës, në jetën e kësaj bote, në jetën e varrit dhe në ditën kur të bëhet para njerëzve. Pra qofse ti ke besuar me gjithë zemër, me gjithë shpirt, mos harro këta dy fjalë la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mos u frikso, mos u pikëllo, mos u idero për asgjë, por përgëzoje veten tënde me xhenetin që të është premtuar. Pa në çdo situatë në këtë botë, dhe deri në momentin që ti do largohesh nga kjo botë, qofse ti ke besuar Zotin e Madh, Allahun fuqiplot, mos ke frikë për asgjë dhe mos u pikëllo për asgjë, por do të kesh vetëm përgëzim, por mos e humb besimin tënd tek Zoti i Madh dhe mos u frikso për asgjë dhe mos u pikëllo për asgjë. Çfarë do lloj gjëje që të përballesh në këtë botë, përderisa ti ke besimin tek Zoti i Madh, ti je më i lartë, ti je më fisniku dhe ti je njeriu që e ke mbështetur dobësinë tënde tek fuqia e Zotit të Madh, tek Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Osmani radiallahu anhu thot pikërisht për këtë ajet, janë ata njerëz që janë të sinqertë në çdo punë që ata bëjnë, të nderuar besimtar. Wa inna Allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Zoti gjithmonë i udhëzon ata njerëz që besojnë në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë, thot Allahu Azza wa Jall. Ata njerëz që janë qëndrueshëm në fjalë, në vepra, në çdo gjendje dhe janë sinqertë në çdo punë që bëjnë tek Allahu Azza wa Jall, nderuar besimtar. Gjendja e sahabëve të nderuar, e shokëve të profetit alayhis salam, ishte gjithmonë e tillë që kishin frikë dhe nuk dinin ishin pranuar veprat e tyre dhe nuk dinin a do të vdisnin si besimtar. E gjithë jeta e këtyre sahabëve nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me ta, kaloi në këtë gjendje. Ishin të frikësuar, a ishin pranuar veprat e tyre, a ishin të sinqertë dhe nuk e dinin vallë a do të vdisnin si besimtar. Dhe kjo është cilësia që duhet ta shërojë çdo besimtar në jetën e tij të adhurimit karshi Allahut Azza wa Jall. Vallë, a jam i sinqert? A jam besimtar me zemër dhe me shpirt? Dhe vallë, a do të vdes si besimtar? Ky do të jetë preokupimi, angazhimi më thelbësor në jetën e gjithë secilit prej nesh. Vallë, unë do të vdes si besimtar, dhe kjo do të jetë frika e pashmangshme për gjithë secilin prej nesh. Tregohet një shok i profetit alayhis salam, një histori shumë e njohur, Handala.
radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, një ditë po ecë të rrugës së Medinës dhe me zot lart thot nafaqa Handala. Handala është bërë hipokrit, është bërë njëri dy fytyrësh. Një shok që jetonte bashkë me profetin, profeti ishte gjallë asaj kohe. Ky njeri, ky shok i profetit, rrugëve të qytetit po thonte me zot lart, un jam hipokrit, un jam dy fytyrësh. Dhe dëgjon Ebu Bekri, thot pasha Zotin, pse po thua këtë fjalë? Ki e frikë Zotin? Kjo është fjalë shumë e rëndë. Dhe i thot, më dëgjoj një herë o Ebu Bekër. Thot kur jemi bashkë me profetin alayhis salam, me atë fytyrë të ndritshme, me atë njeri fisnik, me atë njeri plot urësi, fjalë but, i ëmbël, i buzëqeshur në çdo situatë, që sahabët e donin më të shumti profetin alayhis salam, dhe ajo ishte sprova më e madhe. Për ta ishte momenti që kishte ndruar jetë profeti alayhis salam, që ishte larguar nga kjo botë. Dhe çdo kush që përballej me sprova pas vdekjes profetit, pasi ai kishte ndruar jetë, dikujt i kishte ndruar jetë fëmia, nëna, babai, dhe mërziteshin për sprovën që përballej momentalisht, dhe sahabët i kujto ditën kur ka ndruar jetë profeti. Çfarë është kjo sprovë që ti po kalon sot? Që të ka ndruar jetë fëmia. Ç'është kjo sprovë? Kujto ditën që profeti u largua nga kjo botë, dhe të gjithë tuteshin, të gjithë friksoheshin dhe qanin me ngashërim. Ai që donin profetin alayhis salam, dhe ky sahabi po i thot Ebu Bekrit radiallahu anhu, thot kur jemi bashkë me profetin, ai na flet për xhenetin, për xhehenemin, na flet për Zotin e botës, dhe ne na duket hyjmë në një gjendje të tillë sikur e kemi xhenetin para syve tanë dhe xhehenemin në një krah tjetër. Jemi në një gjendje shpirtërore shumë të lartë. Por kur shkojmë te familjet tona, tek bashkëshortë ajon, tek fëmijët tanë, angazhohemi me punët e përditshme, me hallet e familjes, dhe sikur e harrojmë këtë gjë. Si gjendja sikur nuk është e njëjtë. Dhe thash, unë kur jam me profetin jam në një gjendje të tillë, kur jam me familje jam në një gjendje të tillë, dhe unë jam dy fytyrësh. Por Zoti thotë Ebu Bekri, edhe unë i tillë jam. Edhe unë e njëjta gjë do të ndjej, thotë Ebu Bekri radiallahu anhu. Njeriu më i mirë pas profetit është Ebu Bekri radiallahu anhu. Njeriu me besimin më të palokundur, njeriu shumë i dobët, por besimi i tij peshonte më shumë se të gjithë muslimanët. Besim tillë kishte. Dhe shkojnë bashkë tek profeti alayhis salam dhe i tregojnë çfarë kishte ngjarë profeti në buzëqeshje, i thotë: "Qofse ju do të vazhdoni të ishit në atë gjendje të njëjtë siç jeni pranë meje, atëherë melekët do t'ju përshëndesnin në çdo rrugë dhe në shtretrit e juaj", i thotë profeti alayhis salam, "por një çast në këtë formë e rëndësishme që ju mos hiqni dorë nga adhurimi i Zotit të botëve." I tha profeti alayhis salam, njeriu mos heq dorën nga adhurimi i Allahut azza wa jall. Njeriu asnjëherë mund të ketë lartësime dhe mund të ketë edhe rënje në adhurimin e tij, por asnjëherë mos ta shkëputës adhurimin ndaj Zotit të botëve, ndaj Allahut azza wa jall. Dhe pikërisht ky sahabi i nderuar Handala, Allahu qoftë i kënaqur me të, në betejën e Uhudit, ishte martuar në natën që do të ndodhte beteja e Uhudit. Ishte martuar atë natë dhe vjen lajmi që njerëzit do të shkonin bashkë me profetin në këtë ekspedit ushtarake për të luftuar, dhe siç ishte nata e parë e martesës, largohet pa marrë gusul. Largohet vetëm për të bindur urdhit profetit alayhis salam. Dhe bie shahid dëshmor në fush betejën e Uhudit. Por një gjë e çuditshme ndodh atë natë, që Handalaja radiallahu anhu në trupin e tij nuk kishte shenja gjaku dhe trupi i tij ishte i lagur me ujë. Dhe profeti alayhis salam i thot shokëve të tij që pasha Zotin e gjithësisë, pasha atë që kanë dorë shpirtin tim, unë i kam parë në sytë e mi që ëngjëjt e Allahut i dhan gusul Handalait radiallahu anhu. E lanë ëngjëjt e Allahut azza wa jall, dhe është njeriu që e kanë larë me lajqet e Allahut azza wa jall të njeriu. Shikoni çfarë besimi të sinqert. Por ai ishte njeriu që thoshte jam hipokrit. Në vallë ai themi njerëzve, ai themi vetes tonë, kur jemi vetëm, ti je hipokrit, ti je njëri me shumë fytyra, ti je njëri që nuk je sinqert. Ne ja thon vetes shumë shpesh këtë gjë. Ata ja thonin edhe haptas, por ne aja themi të paktën egos tonë fshehtas. Dhe kjo duhet të jetë gjendja e çdo besimtari. Prandaj istikameti, qëndrueshmëria në fenë e Zotit është dhuratë shumë e madhe dhe është një sfidë e vazhdueshme. Prandaj profeti ynë i nderuar i lutet Zotit: "O rrotullues i zemrave, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." O ti që e rrotullon zemra si të duash, forcoje zemrën time në fenë tënde, i lutej profetit alayhis salam. Prandaj do të kemi një lidhje të fortë gjithmonë me Zotin e botëve, me namazin do ta kemi një lidhje shumë të fortë dhe të vazhdueshme. Leximi i vazhdueshëm i Kuranit,
shoqëria gjithmonë me njerëz të mirë, largimi nga mëkatet dhe nga vendet që na çojnë drejt mëkateve, dhe lutje dhe përmendje e Zotit në mënyrë sistematike dhe të vazhdueshme. E lutim Zotin e gjithësisë na bëj nga ata besimtarë që janë sinqertë, dhe nga ata besimtarë që bëjnë punë pak, por e bëjnë në mënyrë sistematike dhe të vazhdueshme, dhe e lutim Zotin e gjithësisë që të na falë, që të na mëshirojë.